kantirin e ndërtimit të anijeve në zonën e Triportit në pyllin e Sodës në Vlorë, Regina Group po përmbyll ndërtimin e anijes së saj të nënt, një tjetër dëshmi e eksperiencës dhe zhvillimit të pandërprerë të kompanisë në industrinë detare shqiptare. Prej 7 vitesh, Regina Group ka ndërtuar anije peshkimi dhe turistike me standarde bashkëkohore, duke krijuar një profil të qëndrueshëm si një ndër të vetmet kompani në vend që projekton dhe prodhon mjete lundruese të këtij lloji, të gjitha të realizuara në Shqipëri. Anija më e re Regina Mare është një mjet lundrues turistik 36 metra e gjatë, projektuar për të transportuar deri në 350 pasagjerë në kushte komoditeti dhe elegance. E pajisur me të gjitha shërbimet për turistët të VIP, kjo anije pritet të zbresë në ujë brenda pak ditësh dhe të nisë itinerarin e saj përgjatë brigjeve Mahnice të Karaburunit, Sazanit dhe Rivierës shqiptare. 6 ay önce buraya geldiğimizde saç çektim, bu 35 metre bir çektiğimiz. Kur erdhëm këtu 6 muaj më parë, kjo anije ishte vetëm një skelet hekuri. Gjej rastin të falenderoj zotin Vasil Bedinaj, që besoi te ne, na mbështeti dhe na ndihmoi që të përfundoni me sukses këtë punë. Tani jemi në fazën e mobilimit, që do të thotë se 95% e punës ka përfunduar. Sigurisht që kemi patur edhe probleme me makinerit, probleme me teknologjinë dhe vonesa, por tashmë këto vështirësi janë kapërcyer dhe ja ku jemi sot. Kishim 2 prioritete për ta mbaruar këtë anije, në kohën e dur dhe në cilësinë e dur. Kohën ne kemi shkelur, por cilësin kurrë. Dhe pikërisht për këtë arsye kjo punë ka dalë kaq e bukur, siç edhe e shikoni. Nuk besoj se keni parë ndonjë anije më të bukur se kjo. Gjej rastin t'ju falenderoj edhe ju të Blu Televizion, që interesojeni për punën tonë. Përshëndesim edhe familjet tona dhe u themi se koha kur mungojmë na familje u përdor për të krijuar këtë bukuri. Regina Mare është pjesë e një vizioni më të gjerë të Regina Group për të rritur kapacitetin turistik detar të vendit dhe për të kontribuar në zhvillimin e infrastrukturës detare me mjete të prodhuara lokalisht. Me këtë ritëm, kompania konfirmon pozicionin e saj si lider në ndërtimin e anijeve turistike dhe të peshkimit në Shqipëri.